Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Të nderuar të shikuesja, kur I takuam sërish në ciklin e emisioneve shpjegimi I hadithe profetike. Jemi së bashku sonde me hoxhën e nderuar Imamin Ahmed Kalaj. Mirë se erdhe hoxhë nderuar. Mirë se gjetëm. Faleminderit. Hoxhë nderuar, sot të flasim për hadithin e Abu Musa al-Ashariut. Është një hadith shumë interesant dhe për kuriozitetin e teleshikuesve, vjojmë pas me shpjegimin e tij mbasi ju të përmendni tekstin. Atëherë hadithin e sotëm, siç e përmendët edhe ju, transmeton Abu Musa al-Ashari, një prej sahabëve muhaxhir nga Jemeni, I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam dërgon në Yemen sërish për të qenë emisar dhe ftues në Islam në Yemen. Dhe ai kur vinte tek pejgamberi alayhi salatu wasalam I bënte pyetje për gjëra që haste tek populli I tij, dhe ndër pyetjet që I bën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ishte pyetja për dy pije, el bitr edhe el mizr. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që e përgjigjen le themi dhe I thotë janë haram të dyja. Më vonë pyesin, I thanë el bitr çfarë është? Tha lëngu I fermentuar nga përzierja e mjaltit me ujin, dhe el mizr tha lëngu I përfermentuar pra nga përzierja e elbit me ujin. Pra bëheshin haram të dyja për shkak se fermentoheshin dhe kalonin në shkallën e pijes dehese, sepse nëse do të pijej pa kaluar në fazën dehese është halal. E rëndësishme ky është hadithi I Abu Musa al-Ashariut radhiyallahu ta'ala anhu, dhe normalisht në këtë hadith ka një orientim shumë interesant për këto kohë të sotme, ku pijet alkolike, ku edhe gjërat e tjera përveç pijeve alkolike janë bërë pjesë e shoqërisë njerëzore, si diçka e natyrshme, pavarësisht pasojave ekstreme që ato sjellin dhe le të themi disfata të mëdha që sjellin familjen, shoqërinë, punë, në ekonomi, siç do të sqarohet inshallah. Hoxhë nderuar, ju e përmendat emrin e sahabit të nderuar Abu Musa al-Ashariu, në histori pikante për teleshikuesit? Po, Abu Musa al-Ashariu ose Abdullah, do të thonë emri I tij origjinal është Abdullah, ka qenë prej sahabëve të cilët e kanë pranuar Islamin në Yemen përpara se të, si më thënë, domethënë bëhen sebeb disa mekas që shkojnë në Yemen, ju flasin për Islamin dhe pranojnë Islamin. Dhe bëhet Abu Musa al-Ashari me 50 njerëz nga populli I tij me 3 vëllezërit e tij, I hipin anijës për të ardhur për të ardhur për të afruar, domethënë afër Medinës në Yenbo. Mirëpo dallgët dhe era normalisht si kanë qenë anijet asaj kohe, I çojnë në Abisini. Zbresin në Abisini dhe atje takojnë Xhafer ibn Abi Talibin radhiyallahu anhu, I cili ishte në fazat le të themi përfundimtare të përgatitjes për të ardhur për në Medinë. Dhe normalisht Abu Musa al-Ashari Xhafer ibn Abi Talib ju flet për më shumë për Islamin dhe për fenë dhe hipin gjithë në anije dhe vinë në Medinë në kohën kur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ishte drejt Hajberit, pra drejt çlirimit të Hajberit. Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e përgëzoi le të themi këtë lloj situate, duke thënë nesër do t'ju vinë disa njerëz që janë më të butë në Islam dhe më të sjellshëm me Islamin se sa vetë ju. Dhe kur ka ardhur, domethënë Abu Musa al-Ashari dhe grupi I popullit I 50 burra dhe grupi I Xhafer ibn Abi Talibit, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam I ka pritur vetë, thotë dhe është I pari I cili, si më thon, ose grupi I Abu Musës, janë të parë ata të cilët përshëndeten me dorë. Domethënë janë të parë që e kanë futur si traditë brenda le të themi shoqërisë islame, përshëndetjen me dorë dhe përqafimin. Dhe normalisht pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ju ka dhënë gjithë grupit, ju ka dhënë nga plaçka e luftës të fituar në Hajber. Dhe gëzimi I pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ishte I dy fish, në këtë rast ardha e Xhaferit dhe ardha e këtij grupit të banorëve të Yemenit, cilët ishin nisur për Medinë, po përfunduan në Abisini. Abu Musa al-Ashari është ndër ata sahabët cilët kanë ndëjtur shumë pranë pejgamberit alayhis salam dhe e ka marrë Kur'anin vetë për pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Saqë një ditë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e lavdron, thotë: "O Abu Musa, mbrëm kalova afër shtëpisë tënde dhe ti po fali namazin e natës. Me të vërtetë ty Zoti të ka dhënë një nga meloditë e Daudit alayhis salam." Pra Zoti I Madh I kishte dhënë Daudit alayhis salam melodi në përmendjen e Allahut. Melodita atilla që kur I këndonte Daudi alayhis salam, edhe zogj të këndonin me të, edhe era përshtatej me zërin e tij dhe malet bënin vlerësim dhe madhërim të Zotit me zërin e Daudit alayhis salam. Tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam: "Laqad utite mizmaran min mazamiri Daud." Tha ty Zoti ka dhënë nga meloditë e Daudit alayhis salam. Tha pejgamberi Zotit: "Po nga e morë vesh ti këtë?" Tha
mbrëm kalova pranë shtëpisë tënde dhe dëgjova leximin tënd. Tha o pejgamberi i Zotit, ta kisha ditë se po më dëgjon ti, la habartuhu tahbira. Do ta kisha qakur, i themi ne. Domethënë do ta disha se po më dëgjon pejgamberi Islam, do t'i kisha dhënë edhe më shumë le të themi melodi, sepse dhënia melodi Kur'anit gjatë leximit të Kur'anit është traditë profetike dhe është ajo që e kanë bërë gjithë pejgamberët e Zotit. Nuk ka gjë që Zoti të jetë më i kënaqur e të ketë lejuar më shumë siç është i kënaqur dhe siç ka lejuar melodinë në leximin e Kur'anit. Për këtë arsye Kur'ani nuk lexohet si libër i thjesht, pra ti nuk mund të thosh në leximin e Kur'anit Elhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yawmiddin, nuk mundesh, pra nuk është kjo leximi i Kuranit. Leximi i Kuranit bëhet me tektil. Po. Simfoni ka një melodi. Po, Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Pra ka një rregull që quhet rregulla ose rregullat e tajwidit ose tertilit, warattilil Qur'ana tertila. Për gjëra interesante që kemi nga jeta e Ebu Musa al-Ashariut, është se Ebu Musa al-Ashari ka qenë për atyre që agjëronin shumë edhe kur se themi u plak. Edhe dikush e këshillon i thotë, o Ebu Musa tani nuk ke mosh, thotë jo, po përgatitem thotë pikërisht për atë ditën e madhe kur nuk do të kemi mundësi të bëjmë asnjë adhurim. Ebu Musa al-Ashariu radhiyallahu ta'ala anhu gjithashtu ka qenë për atyre sahabët të cilët pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i dërgoi për të ftuar njerëzit në Islam, siç ishte rasti. Rast tjetër ka dërguar me Muadhin radhiyallahu ta'ala anhu dhe ju tha të porosin e bukur, yesira wala tu'assira, bashira wala tunfira. Ittafiqa tatawa'a wala takhtalifa. Lehtësoni, mos vështirësoni, përgëzoni, mos qortoni dhe si më thon bashkëpunoni dhe mos u përçani mes njëri tjetrit. Ebu Musa al-Ashari me vdekjen e pejgamberit alayhis kthehet në Medinë, mirë po Omeri radhiyallahu ta'ala anhu e bën si më thon vali më këmbës të Basrës. Ka thënë Hasan al-Basriu rahimahullah, nuk ka shkel në Basra njëri le të themi më i ditur se sa Ebu Musa al-Ashari. Dhe si më thën me vdekjen e Omer ibn Khattabit kthehet në Medinë, Uthmani radhiyallahu ta'ala e emron udhëheqës të Kufas dhe kanton banor të Kufës, nuk ka shkel në Kufa njëri më i ditur se sa Ali ibn Abi Talib dhe Ebu Musa al-Ashari radhiyallahu ta'ala. Ebu Musa al-Ashari ka ndruar jetë pastaj në kohën e Muawiyes radhiyallahu ta'ala anhu, ka ndruar jetë le të themi afërsisht domethënë nga viti 57 i Hijretit. Pra ka qenë për sahabët të cilët kanë qenë afër pejgamberit alayhis salam, ka qenë kontribues kur e ka mbajtur ligjërimin e parë mbasi u bë halif, ndër të tjera tha, unë kam marrë do t'ju mësoj librin e Zotit, s'është e bukur. Kam marrë do t'ju mësoj librin e Zotit, kam marrë do t'ju mësoj sunetin e pejgamberit alayhis salam dhe kam marrë do t'ju fshi rrugët. Thonë njerëzit, nuk kishim dëgjuar ndonjëherë që valiu, kryebashkiaku, të flasin në këtë gjuhë, t'ju mësoj Kur'anin, t'ju mësoj sunetin dhe t'ju fshi rrugët. Pa unë jam shërbëtori juaj dhe nuk e shihte pozicionin e tij administrativ, nuk e shihte si një pozicion lartësimi, po si një pozicion shërbimi, që në kohët moderne, në kohët tonë nuk ekziston. Hoxhë nderuar, juve përmendet që Ebu Musa al-Ashariu u dërguar nga profeti alayhis salam në Yemen. Po kështu dhe Muadhi ibn Xhebeli. Ka qenë një lloj metode e profetit alayhis salam që i çonte emisar në vende të huaja dhe çfarë përfitojmë ne si musliman për kësaj gjëje? Dy gjëra janë interesante në këtë pjesë. E para që Islami është fe e gjithë botës, nuk është fe vetëm e arabëve apo gatishëll arabik. Për këtë arsye pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i dërgonte njerëzit për të ftuar në Islam. E dyta gjë është se nuk duhet të jenë vetëm profetët apo dietarët ata të cilët bëjnë thirrje në Islam. Çdo njeri që i jepet mundësia. Pra ndoshta një njeri nuk ka ndonjë dije kush e di të madhe, por me aq sa dije sa i ka dhënë Zoti, obligohet që të ftojë njerëzit në Islam. Normalisht dietarët janë më të obliguarit për këtë punë, por nuk përjashtohen të tjerët. Pra dhe themi nuk mund të jetë thjesht muftiu apo hoxha apo imami që duhet merret me davet. Çdo njeri duhet bëj davet, por se në këtë rast pejgamberi sa dërgonte njerëzit më të shquar, më të spikatur, më të mençur, më të urtë, më të paraqitshëm. Pra shihte shumë kritere kur e zgjidhte një person për ta dërguar si ftues në Islam. Siç është rasti për shembull i Musab ibn Omerit radhiyallahu anhu, i cili e dërgoi në Medinë për një vit. Thirrjen në Islam në Medinë, nuk mbeti shtëpi në Medinë që ose do ishin bërë gjithë musliman, ose një antar i familjes do të ishte bërë musliman, apo siç është rasti pra i Ebu Musës edhe Muadhit radhiyallahu anhu, ku pejgamberi sa i jepte porosit se si duhet të ftojnë njerëzit në Islam, pasi populli i Yemenit nuk ishte popull pagan i pastër, ishte një popull më shumë ehl kitab, pra që dinin nga libri
ose librat e mëhershëm ishin të krishterë ose hebrej. Për këtë arsye dhe ftesa e tyre në islam ishte më ndryshe se sa thirrja në islam e paganëve. Pasi ata besonin në Zot, besonin me lajke, besonin në botën tjetër, besonin parajsën dhe ferrin. Pra, si më thënë, ftesa në islam e tyre ose në fe e tyre konsistonte në faktin e mbarimit të profecisë së Isait alayhis salam, dhe sa ishte njeri, nuk ishte djalë apo biri i Zotit, dhe se Kurani është revelata e fundit e shpallur nga Zoti, dhe se Muhamedi është i dërguar i Zotit, dhe se ky Kuran është vërtetues dhe pohues i librave të mëhershëm dhe shfuqizues i tyre, dhe se Muhamedi alayhis salam është profeti i fundit, pohues dhe vërtetues i profetëve të mëhershëm, dhe se mohimi i tij e bën njeriu të pafe. Atëherë hoxhi nderuar, ju e thatë tek pjesa e hadithit kur Ebu Musa Eshariu shkoi në Yemen dhe ato ishin prej banorëve të ehli kitabeve, por prodhonin në pije alkolike prej mjaltit dhe prej elbit. A ka qenë ndaluar alkooli tek popujt e mënë përparshëm? Tani sipas Islamit gjithmonë ka diçka që Zoti i Madh ka ndaluar diçka për të gjithë profetët, jo vetëm për muslimanët. Pra, është diçka që quhet el-ma'lumu min ad-dini bi-darura. Çdo fe e ka të njohur domosdoshmërisht. Në fe është i njohur domosdoshmërisht. Pa njeriu nuk ka nevojë të mësoj shumë për Islamin që të kuptojë se alkooli është i ndaluar, se imoraliteti është i ndaluar, se bixhozi është i ndaluar, se vjedhja është e ndaluar e kështu me radhë. Të gjithë profetët e Zotit kanë pas pika, le të themi, unifikuese emërues përbashkët, për shembull besimin në Zot, me lajke, në botën tjetër, në librat e shenjtë, në caktimin e Zotit dhe besimin në profetët dhe kështu me radhë. Po ashtu, të gjithë profetët kanë pas përbashkët kredon, shahadetin, namazin, agjërimin, zekatin dhe axhin. Po kështu, të gjithë profetët kanë pas përbashkët ndalimin e, le të themi, fllëqësive, siç janë imoraliteti, siç është bixhozi, siç është alkooli, siç është pra vera dhe alkooli, të gjithë profetët e Zotit. Po atëherë lind pyetja, po mirë, këta njerëz nuk ishin el kitab, normalisht el kitab, po njerëz që të cilët, domethënë, nuk e zbatonin fenë e tyre ashtu siç duhet, sepse edhe vetë në librat e mëparshme gjejmë me tekst të shkruar. Mirë, po kush ka ardhur më pas me pretendimin se ai komunikon me Jezusin drejt për drejt, pastaj e kthyen pijen alkolike si diçka e rritit, ndërkohë që normalisht nuk mund të ketë Zot, nuk mund të ketë pejgamber dhe nuk mund të ketë fe që i orienton njerëzit drejt asaj që humb arsyen edhe logjikën, sepse feja në vetvete ka disa objektiva, disa synime. Objektivat e fesë janë të ruaj besimin e njeriut, të ruaj jetën e tij, të ruaj arsyen, të ruaj pemën gjenergjike të pastër dhe të ruaj pasurinë e tij. Në momentin që ti lejon alkoolin apo pije dese, do thotë ti ke goditur një nga synimet e shariatit, objektivat e shariatit fesë, jo vetëm fesë islame, por të gjithë feve. Kështu që absolutisht kjo gjë, domethënë, nuk mund paramendohet, madje ne e konsiderojmë domethënë faktin ismetul anbiya. Profetët janë të ruajtur nga mëkatet dhe gabimet. Pra profetët nuk bën mëkate të tilla siç është pirja e verës, siç është imoraliteti etj. Pavarësisht se ne mund të gjejmë në librat, domethënë që ata gjejnë që profetët kanë pirë verë, janë dhehur, kanë bërë incest, por kjo në Islam është kufër, është e papranueshme dhe se kush e beson këtë gjë del prej feje. Bile, si që thonë arab, e zi duke min el bejti shatrën ose shiarën, e zi duke min el shiarën e bejten, ta shtoj dhe i varg, do të thonë që njerëzve bëjnë diçka, nuk do të thotë se kjo është halal edhe e lejuar, se edhe në Islam gjenë për i muslimanëve cilët pinë pije alkolike, por kjo nuk do të thotë që është e lejuar. Ajo që është shumë interesante në hadith është hapja e një lloj, le të themi, e një lloj sfere krejt të re mbi pijet alkolike dhe mbi pijet dese. Sepse në Kur'an përmendet khamr. Khamr është vetëm vera. Ndërkohë që hadithi i jep një dimension tjetër kuptimit të verës në Islam. Hoxhë nderuar, në Kur'an përmendet khamr, pra për çështjen e verës. Ndërkohë, domethënë, hadithi profetik tregon domethënë për pijet alkolike, pra nga ajo për të cilët del alkooli për fermentimin të mjaltit ose fermentimit të elbit. Do thënë, është njësoj alkooli i këtyre pijeve me pijen e verës? Faktikisht, domethënë, Zoti ka përmendur khamr sepse më shumë ti që përdorej
ishte khamr, pra ishte vera, po kjo nuk do të thotë që gjërat e tjera që kanë të njëjtën funksion dhe të njëjtin rol të jenë të lejuara, sepse nuk ka ardhur feja me ndalimin e verës për shkak të ngjyrës verës, apo se është e aftë, apo se është e thartë, apo se është e lëngët, jo. E ndaloi verën sepse ajo de. Për këtë arsye kur foli Zoti për verën e xhenetit, çfarë tha? Është një verë tha që nuk de, nuk kanë të ghaul, alkool, nuk kanë të pra lëndë dese. Kështu që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, domethënë e zgjeroi dimensionin e të quajturit khamr. Pra jo thjesht çfarë quanin në arab deri më sot. Për këtë arsye thotë në një hadith thotë kul ma askara qaliluhu fa qalil ma askara kathiruhu fa qaliluhu haram. Thotë kullu muskirin khamr. Çdo gjë që de është khamr, si vera. Është një lloj si vera. Për këtë arsye në këtë hadith i është bërë pyetja për dy lloj pijesh, një pije që vinte nga fermentimi i përzierjes mjaltit me ujin dhe një pije që vinte nga fermentimi i përzierjes së elbit me ujin. Kjo elbit me ujin na kujton birrën e sotme neve. Pejgamberi sa thashë haram, mirë po ka rast tjetër që kanë ardhur një grup tjetër dhe kanë pyetur pejgamberin sa për disa lloj enësh të tjera në të cilat ata bënin lëngje, el muzaffat, domethënë enë ku kishte një izolim total. Dhe profeti Alisam i ndaloi të gjitha. Ndërkohë që ne gjejmë në jetën e pejgamberit Alisam se pejgamberi sa pinte lëngje, lëngun e hurmit e pinte, lëngun e zebibit, rushit tatë pinte. Po deri kur e pinte, thotë derisa hatta idha bada al-istidad, derisa fillonte të krijonte ato flluckat. Kur fillonte të krijonte flluckat e linte. Pra një ditë, dy ditë, ditën e tretë e derdhte, nuk e pinte pejgamberi alayhis salatu wasalam, sepse nxehtësia kështu me radhë. Banorëve të Yemenit nuk u lejoi as për 1 ditë as 2 ditë. Pse? Sepse ata e izolonin totalisht dhe procedura e fermentimit kryhej shumë më shpejt se sa këtu ku izolimi nuk ishte, pra flas në arabi, nuk ishte pjesën e tyre, nuk ishte izolim aq i shpejt. Pra vetë ata e përdorshin disa ditë dhe kur fillonte që ato bulsat e derdhin, ndërsa atyre të Yemenit u ndaloi rrepsisht. Pse? Se izolimi atje ishte perfekt. Për këtë arsye dhe nxehtësia jepte efekt më të shpejt se sa 3 ditëshi që kishin këta në Medinë. E rëndësishme, pra hadithi na jep një dimension të ri mbi se çfarë është e ndaluar prej pijeve në Islam. Çdo gjë që de, qoftë prej elbi, qoftë prej mjalti, qoftë prej rushit, qoftë prej mares, qoftë prej thanës, ka edhe raki thane për shembull, nuk ka lidhje. Çdo gjë ma askere, çdo gjë që de konsiderohet ka gjykimin e njëjtë si vera. Madje edhe pak prej saj konsiderohet haram. Dhe kur themi pak prej saj, nuk po themi pak në përbërjen e përqindjes, po themi pak në kuptimin e pastërtisë së saj. Pra mil'ul kafi minhu haram. Edhe sa ploçka e dorës, kjo pika e dorës, me e pi është haram. Pse? Sepse është lënda haram. Nuk është problemi a u dehet apo nuk u dehet. Ndërsa kur është në përqindje, pastaj është për ndar, pastaj varet. Nëse njeriu do të pinte atë që pin një njeri normal, dehet, e konsiderojmë haram, nuk dehet, e konsiderojmë halal. Hoxhë nderuar, ju e shpjeguat shumë bukur në lidhje me mënyrën se si vjen alkooli pra tek njerëzit. Po sot ne gjejmë alkool me shumë emra, martini, konjaku, ponxhi, e shumë emra të tjerë të cilët janë përhapur tek njerëzit dhe ato konsiderohen si pije alkolike. A përmend feja islame këtë si një shenjë për shejeve të Kiametit? Po. Për gjëve interesante është emërtimi i pijeve alkolike me emrin pijet e shpirtit. Pra duket sikur ajo e lumturon shpirtin, e çliron shpirtin. Po këto njerëz harrojnë se nuk janë pije shpirti, janë pijet e drejtit të shejtanit. Pejgamberi alayhis salam ka thënë nuk do të bëhet Kiameti derisa të emërtohet alkooli ose pijet alkolike jo me emrin e vet të parë origjinal. Pasi e si për t'u bërë njerëzve të dashur, për t'u bërë njerëzve sa më të tërheqëse, emrat nga më të ndryshëm. Mirë po, Islami nuk sheh emrin, po sheh përbërjen dhe lëndën dhe rezultatin. Në momentin që de konsiderohet haram, për shkak se dëmtohet siç tham arsyeja, dëmtohet shëndeti i tij dhe trupi i tij, po dëmtohet edhe shoqëria, dëmtohet edhe ekonomia dhe pasojat janë të tmerrshme dhe domethënë nuk kalon sot. Ne që po flasim bashkë, 20 sekonda nuk kalojnë, po nuk u regjistruan në botë një viktim e alkoolit ose një dëm i alkoolit. Çdo 20 sekonda. Merr mend se ç'ndodh për 24 orë. Hoxhë i nderuar, shkëputemi për pak minuta dhe ritakohemi sërish në pjesën e dytë të emisionit tonë.
Të nderuar shikuesja, kur I takuam sërish në pjesën e dytë të emisionit ton, jemi me hoxhin e nderuar Imam Ahmed Kalaje, po flisim për çështjen e alkoolit dhe dëmet që sjellin në shoqëri. Hoxhi i nderuar, a ka sheriati islam ndonjë rregull I cili e përngjason alkoolin me drogën dhe cili është ai? Faktikisht kanë tentuar disa njerëz dhe interesante mënyra se si elaborove pyetjen, kanë tentuar disa njerëz të thonë për shembull që droga s'përmendet në Kur'an e kështu. Mirë po ne themi, nëse është përmend në Kur'an alkooli, çfarë mund të mendosh ti se do të thoshte sheriati për drogën? Thjesht është një lëndë që nuk ka ekzistuar në atë kohë, po nuk do të thotë që është e lejuar. Domethënë, siç tha Zoti në Kur'an, prindërve mos u thuaj as uf. Po mirë, po me isha prindër lejohet me I gjujt, se Zoti tha mos u thuaj as uf. Po mos u thuaj as uf, domethënë edhe minimumi që mund dali për një moment caktuar s'lejohet. E jo më gjërat e tjera. Edhe puna e drogës, domethënë. Përderisa Zoti ka ndaluar alkoolin, do thotë që gjërat e tjera që janë më të rënda për jetën, për shoqërinë, për pasojat që sjellin, absolutisht janë edhe më të ndaluara edhe më haram. Kështu që absolutisht është një çështje për cilën nuk ka dy mendime mes dietarëve të Islamit, pra është një çështje muxhma alejha, pra një çështje për cilën ka mendim unanim të gjithë mujtehidinëve të ummetit Muhammed alayhis salam, se droga dhe të gjitha derivatet e saj janë haram, janë të ndaluara. Ndërsa mënyra se si dietarët janë mbështetur për ta bërë haram është një nga 4 burimet e ligjit në Islam. Ligji në Islam buron nga 4 burime: Kur'ani, pra fjala e Zotit, Suneti, tradita profetike, pra mënyra se si pejgamberi sallallahu ka interpretuar fen, ixhmai, unamiteti I dietarëve të Islamit dhe qiyasi. Ixhmai në këtë rast është ngritur mbi qiyasin. Pra dietarët e Islamit kanë unanim që është haram, mbështetur në qiyas. Çdo thot qiyas, analogji. Si bëhet analogjia? Si më thënë, mveshja e një gjykimi të përmendur në fe për një çështje të re që nuk ka ekzistuar për shkak të shkakut të njëjtë, për shkak të arsyes së njëjtë. Pra, sheriati ka folë për verën dhe ka thënë që është haram. Tani dolin treg droga. Atëherë droga çfarë gjykimi ka? Shohim pse ka ndaluar sheriati pijen alkolike për shkak të dehjes. A ekziston ky shkak? Dhe kjo arsye tek droga ekziston. Atëherë edhe droga ka të njëjtin gjykim. Pse? Ka një parim shumë bukur në Islam që thotë sheriati nuk ka ardhur për të bërë dallim mes gjërave të ngjashme. Sheriati nuk ka ardhur për të bërë dallim mes gjërave të ngjashme, ashtu siç nuk ka ardhur sheriati për të bashkuar në gjykim mes gjërave të ndryshme. Kështu që në momentin që gjërat janë të ngjashme, marrin të njëjtin gjykim. Pra, shembulli I mëhershëm ndalohet. Arsyeja sepse atëherë çdo gjë tjetër që bëhet e ndaluar. Hoxhë nderuar, domethënë ne e tham pak a shumë që alkooli të de mendjen dhe kjo është domethënë shkaku ose arsye pse sheriati e ka ndaluar. Por droga domethënë ka lënë përtej mendjes, domethënë ajo sjellë pasojë shkatërruese në trup. Për shëndetin e njeriu. Në hadithet e alkoolit neve përmenëm në emisionin e kaluar që thamë është ndaluar ai që është shet, ai I cili e përpunon deri tek transportuesi. Është një gjykim, është një gjykim dhe për drogën? Edhe për drogën, ai që e mbledh, ai që e shtrydh, ai që e depoziton, ai që e transporton, ai që e pastron, ai që e laborizon, ku e di unë, domethënë procedura çfarë mund të jenë, ai që e shet për herë dytë, ai që e shet për herë tretë, ai shpërndarësi I fundit fare, gjithë janë në mallkim. Zoti na ruaj, Allahu na ruaj. Hoxhë nderuar, ju e përmendët shumë bukur në lidhje me ndalimin e shitjes drogës, e fenomene të tilla. Por kush do jetë këshilla juaj për ato persona të cilët ndodhen në këtë lloj gjendje, por fillojnë edhe pendohen tek Zoti dhe më pas duan që të largohen prej kësaj gjendje në një gjendje halali po e quaj. Dera e pendimit është e hapur për gjithë njerëzit. Zoti derën e pendimit e ka hapur për idhujtarët edhe për mëkatin më të madh që mund të ekzistojë më për njerëzit që bëjnë këtë lloj mëkati. Kështu që I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë at-taubatu tajubbu ma qablaha. Pendimi I fshin mëkatet e bëra më herët. Pra nëse dikush me të vërtet ka një moment reflektimi mes ti dhe Zotit ti dhe do të heqi dorë, le të heqi dorë se Zoti ka për ta falë për atë që ka kaluar më përpara dhe jeta e tij fillon, domethënë në ristat.
Këto para që janë fituar le të themi në kjo periudhë, a janë të lejuara për të përdoren mas pendimit? Kjo është një çështje që ka diskutim, por më e sakta, ndër mendimet e dietarëve është që i lejohet të përdori këto para, sepse me pendimin e tij këto para kthehen halal për të. Hoxhë nderuar, a lejohet përdorimi i drogës ose i substancave narkotike për mjekësi, pra për i personi i cili ka smundje kancer, ka dhimbje të forta, këto lloj qetësuesish? Nëse gjithmonë sheriati ka sjell le të themi një nen, i cili është neni i nevojës dhe i domosdoshmërisë. Kur nuk ka zgjedhje tjetër, lejohet. Kur bëhet në mbikëqyrjen e mjekut specialist, lejohet, nuk ka asnjë problemi. Kështu që mund të përdoret në raste mjekësie apo mjekimi apo në raste le të themi qetësimi dhimbjesh, dhe për këtë normalisht që ka fetva dhe është ngritur kjo fetva mbi argumentat e Kuranit dhe hadithet e pejgamberit alayhis salam. Pra, nuk ka asnjë lloj gjëje që të përdoret në kontrollin e mjekëve të besueshëm. Hoxhë nderuar, kush është këshilla juaj për ato persona të cilët i përdorin pra këto lëndë narkotike? Këshilla ime është që ata domethënë të heqin dorë dhe të kuptojnë se qetësia, prehja, lumturia që do të gjejnë tek Zoti, tek feja, tek besimi, tek Kurani, është shumë më madhështore dhe e përhershme se sa qetësia dhe rehatia që ata përjetojnë në momentin që përdorin lëndë narkotike. Sepse ajo që gjejmë tek Zoti ka të bëjë direkt me shpirtin, ndërsa ajo që ne gjejmë ata, pra gjejmë tek pijet narkotike, është diçka që ka të bëjë thjesht me sistemin nervor. Ndërsa kjo që ne themi tek Zoti, tek pragu i Zotit, tek dera e Zotit, tek streha e Zotit, tek rënja në sejdë, tek agjërimi, është diçka që qetëson shpirtin e njeriu. E kur qetësohet shpirti, është një lumturi që është e pakrahasueshme në krahasim me lumturimin momental që njeriu përjeton për shkak drogës apo marijuanës apo diçka e tjetër. Kështu që kthimi tek Zoti, kthimi tek Allahu xhallal xhelaluhu, angazhimi me vepra të mira, angazhimi me punë të dobishme, angazhimi me sporte, angazhimi me aktivitete, do të jetë ndihmesa e tyre kryesore dhe mbi të gjitha duaja edhe lutja. Duaja dhe lutja ka një forcë të paparë në shkëputjen dhe në fuqinë që njeriu merr për të shkëput nga gjëra të tilla. Nëse njeriu këtë e bën për hatër të Zotit dhe për hir të Zotit dhe me besim në Zot, wa ma sabruka illa billah. Ti je sabër për hatër të Zotit, për Zotin o vëlla, kemi në raste që njerëz që kanë qenë të dhënë mbas drogës, domethënë jo thjesht njerëz që sa kishin provuar, njerëz që janë marrë prej kohësh më të për Zotin më kur kanë filluar faljen, kur kanë filluar namazin e natës, kur kanë filluar agjërimin, pasha Zotin u ka larguar Zoti si me dorë për 2 javë, për 3 javë, për 1 muaj. Jo po ka efekte, jo po duhet lihet gradualisht, jo po duhet lihet me ilaçe për Zotin, kur njeriu lidhet me Zotin, Zoti është më i plot fuqishëm se çdo gjë tjetër. Kur njeriu krijon kontaktin me Zotin, lidhet me Zotin e tij, Allahu xhallal xhelalu jep fuqi që ai të shkëputet edhe s'është asgjë fare dhe nuk ndjen asgjë. Hoxhë nderuar, apo shërbejnë xhamiat në troje shqiptare, domethënë për ta larguar rinin nga këto vese të këqija? Absolutisht që po. Pavarësisht se kemi marrë akuza ndonjëherë, se thon ata që merren me drogë shkojnë edhe në xhamia, por shiqyr që vinë xhamia për të penduar dhe për të kthyer në rrugë të Zotit, nuk ka dyshim që lidhja e njerëzve me Zotin, imamët, hoxhallarët, xhamiat absolutisht kanë ndikuar që njerëzit të largohen nga kjo rrugë e keqe dhe çdo rrugë tjetër e keqe, por sidomos kjo e cila vret jetën. Droga vret jetën. Allahu ta shpëlbeft thotë për trajtesën e kësaj teme kaq delikate. Faleminderit dhe ju, Zoti ju shpëlbeft. Të nderuar televizionistë, ishim me Hoxhën Ahmet Kalaja, ritakojmë sërish në emisionin e ardhshëm. Selam aleikum wa rahmatullah.